Fakte me Adnan Merovcin përkrahet nga Ujë rrugove, Vipa Chips dhe Medika. Na gjithë e dim koha kur filloi okupimi në Kosovë, presioni, sidomos në këtë rast sulmet e para banë mbi njerëz dhe mbi kulturën. Unë edhe shumë intelektual tjerë të Kosovës hym në lëvizjen tonë për liri, për pavarësi, për të mbrojtur të drejtat tona, për të mbrojtur librin dhe shkrimin shqip, që për fat keq ne kam damtuar gjatë shekujve, që ende sot armistë popullit shqiptare të Kosovës e tjera na kanë shkatruar shkrimin e gjitha që për të na paraqitur pa histori e tjera, e kundërta për fat bota e vlerëson se shqiptarët janë këtu që nga kohët antike, pra ilirët shqiptarët, apo edhe shqiptar mund të themi sot, për ilirët hyra në këtë punë të mbrojtur librin, shkrimin, edhe atëherë kemi menduar nëse ne sa rrim, ju krijojmë kushte brezave të rinj që t'ju lëm diçka të mbrojtur. Unë jam munduar atëherë të shkruaj vepra të qëndrueshme si çdo shkrimtar, si çdo kritik, si çdo studiues që përpiqet që vepra të vlejë edhe për kohët e tjera. Natyrisht ishte kjo periudhë që u shkatruan, u damtuan shumë librat në Kosovë, dërsa sot pas kaq vitesh vjen mirë që veprat kanë një rëndësi për kulturën tonë, për njerëzit tanë. Ne duhet kujdesim që tregun ta mojmë gjithmonë me libra shqip, për të mos i akuzojmë të rinj se s'po lexojnë. Plus sot janë mundësitë shumë të mëdha me informatikë, me kompjuter e tjera, që librat dalin shpejt, dalin mirë. Prandaj edhe duhet të jemi më fleksibil, krijojmë botime të ndryshme, sepse me kohë ato që kanë vlerë mbeten, të tjerat shkojnë, ose varet, historia është e çuditshme, vepra që ndoshta sot siç mojmë ju kthehen mas shumë vjetësh, mas shumë decenjesh. Gjitha nuk duhet bëjmë restriksione në botime, as në teza të ndryshme, sepse tash ka ardhur edhe koha kur thyhen edhe tezat historike, një sistem që na i ka imponuar. Për shembull, për origjinën tonë, për traditën tonë, ishte një restriksion i tmerrshëm. Dërsa sot dalin me teza ndryshme, për shembull, pse të mos themi se shqiptarët kanë lidhje, janë ka fakte dhe në perëndim e tjera me ballazgët, ilirët e tjera, edhe na jemi këta që jemi, ne duhet ta afirmojmë këtë. Edhe ka fakte që flasin të mirën tonë. Dashurinë për Ibrahim Rrugovën nuk e kam marrë në rrugë, është e imja, e kam kriju vetë. E jo mi lidhën vetë, me moshën më të pjekurisë, gazetar informuar, profesionist në Kosovë, kërkush nuk më ka imponu, dhe me thonë, nga vetë ky pak, gjithçka kam shumë origjinale të shpirtit. 700.000 herësh, me thonë, me gjithë edhe argumentet të këqija, unë prapë e du, dhe me thonë, se Lemo, që është i përsosën, që ka qenë maksimalisht i kujdesshëm, gjithçka e ka pas të mirë. Unë jam shumë krenar që i kam shërbyer, prej 23 dhjetorit 1989 mbrapa, unë e kam nga Ibrahim Rrugova. Nëse jam i burri mirë, jam nga Ibrahim Rrugova. Nëse jam burri keq, jam nga Ibrahim Rrugova. Nëse kam fitu, jam nga Ibrahim Rrugova. Nëse kam humb, jam Ibrahim Rrugova. E kam borgotet, edhe u orientuar mu. Qështu i kanë me të sytë. Edhe bëse ku po. Po pas pa shqipla se ka qenë vetë një që blanka ku pas besim. Ibrahimi ka pa sikur që pe këshyri unë tash që të bjeshk para veti këtu, aje ka pa edhe për mas atje që ka dhe që ka dënë me dalë. Mos gaboni të mendoni se doktor Ibrahim Rrugova ishte njeri i butë. Jo, për kundrazi, ai ishte njeri shumë i zjartë. Këtë atribut e ndryn të brenda ti. Kishte aftësi mbi natyrore që në publik ose në rreth të shfaqe i butë. Rrugova ka synu të mundshme, por një të mundshme që pak njerëz e shihnin. Maksimumin e të mundshmes. Dhe maksimumi i të mundshme ishte pavarësia. Përderisa ka qenë Ibrahim Rrugova, ti thush dikush shqiptar ka qenë krenari. Roli i Rrugovës ka qenë me të vërtet me mjaft vlera. Sidomos parafrimi i tij me natyrë gandiste. Ishte një parafrim paqësor, që ishte i nevojshëm për atë periudhë. Ka kaluar ndoshta një takim me te, apo një bisedë më gjatë me te, pa u rikthy diskutimit për teorinë e relativitetit të Einsteinit. Kjo thjesht dëshmon se ai ka pas një horizont jo të ngushtë të lamis e specializimeve që i ka pas, po thjesht ka pas një interesim
Ispari një dituri shumë të gjonë dhe interesim për çdo fushë tjetës. Besimi i tij në Zotin, besimi i tij në popullin, besimi i tij në vlera dhe virtyte për mua ishte gjithmonë mahnitse. Kontributi i tij për çështjen shqiptare ka qenë i jashtëzakonshëm. Rugova kishte një shpirt agresiv kundër së keqes dhe të padrejtës. Kishte veti rrezatuese prej profeti. Ai fliste pak, fliste shkurt, fliste thjesht, por njëkohësisht fliste sakt, kuptueshëm, pranueshëm dhe thellë. Shikues të nderuar, mirë se erdhët në emisionin e Radhës Fakte. Këtë emision do t'ja kushtojmë njeriu të madh të Kosovës, dietarit Ibrahim Rugova, me rastin e 20 vjetorit të shkurjes së tij në Amshim. Rugova ndronte pavarësinë e Kosovës kur askush me një logjik normale nuk mund ta ndronte, nuk mund ta mendonte. My impression is that Rugova is really the father of the nation of Kosovo. Fati shqiptarëve është i tillë që është gjendur gjithnjë midis lindjes edhe perëndimit. Edhe kjo histori kërkon personalitete, sikurse që ka qenë precedenti, une në kuptimin e plot fjalës e quj vir illustris, do të thonë një burr madhor, një burr dituror, i cili nga distanca e sotme ndoshta nuk shihet mirë po pas një decenje vlera e tij do të shumë fishohet, edhe unë e shoh atë në për enciklopedi, do ta shoh në për enciklopedi botërore, jo vetëm si politikan, por edhe si studiuesi dietar. Kur flitet për figurën e Rugovës, flitet për një figurë madore, do të thosha, për kombin shqiptare, por edhe për Europën. Figurat e mëdha kalojnë 3 faza. E para është e rritjes iracionale deri në glorifikim. E dyta është periudha e mohimit dhe e treta është ajo e rikonstruimit shkencoro-faktik. Vlerësoj se dietari Ibrahim Rugova ndodhet në fazën e fundit, atë të rikonstruimit, periudhë kjo e cila do të zgjas ende. Doktori i fjalëve, siç ai e quante veten, kishte edhe një sens të veçantë për humor, por nuk e aplikonte shpesh. Ai kishte një emër domethënës, Ibrahim ose Brahim, siç e quante vetëm nëna e tij, Sofa, dhe një mbiemër për lakmi, Rugova. Sa mirë tingllon te ky mbiemër kur shqiptohej nga të huajt në Paris, Bruxelles, Bonn, Oslo, Rom, Vatikan, Lisbon, Madrid, Bern, Sofje, Shkup, Beograd, Amsterdam, Athina, Ankara, Washington, Tiranë, Kopenhag, Stockholm e të tjera vende. Nuk them se ishte gjeni, pse përcaktoi pavarësinë. Edhe të tjerë mund thonin pavarësinë. Nuk them se ishte gjeni, pse themeloi LDK-n. Jo, ishte gjeni në mënyrën se si ai mbrojti projektin e tij me çfarë durimit jashtëzakonshëm, me çfarë civilitetit jashtëzakonshëm, të cilin nuk do të mund ta demonstronte asnjë nga politikan shqiptar që unë njoh. Ibrahim Rugova nuk e ka shitur asnjëherë Sali Berishën tek ndërkombëtarët. Punën që të pavarësi, punën që të mira. Tash këtë pohojnë të mira tina. Me një farë mënyrë ta shpëlidhe me idealet e tij, veprat e tij, më me çujt ashtat, sepse ai gjithë çka dha për kontributin e këtij vendet. Rugova ka qenë mjaft i qartë në këtë kohë për mënyrën se si duhej të zgjidhesh konflikti dhe lufta. Kryetari dukej i prajshëm, por çdo herë ka pasur një zjarr të ndezur brenda. Nuk i ka shpëtuar asnjë detaj pa e vërtetuar. I njehte njerëzit dhe karakterit e tyre. Ai i bënte njerëzit të ndiheshin të rëndësishëm. Shpesh në llogaritë të njerëzve të tij të përditshëm ka favorizuar të panjohurit, veti kjo e njerëzve që dëshirojnë të prezantohen si të aftë. Beputeri Rugovës është sinonimi i kësaj që gëzon populli shqiptar i Kosovës.
periudha e veprimit të Rrugovës është faktikisht karakterizohet me transparencën e paraqitjes së çështjes shqiptare. Ne atë e kemi pasur si shtreh, ne atë e kemi pasur si kokë, ne atë e kemi pasur si zemër dhe jemi mbështetur gjithmonë në përkrahjen e tij shpirtërore dhe morale. Rrugova i takon atij grupimi liderësh politik, të cilët kanë një fat të rrallë në botë, për arsye se lidhen me momente historike që kombeve mund t'i vinë një herë në një shekull. Ai krijonte hallka përmes Bogdanit, shëmbëtyrës tij kryesore, edhe Kosovës sotme. Edhe këto hallka në një farë mënyrë edhe sot duan të jenë si pikë referencë për jo vetëm për studiuesit, po edhe për politikanët të sotëm. Vjetari ka qenë i vetëdijshëm që me misionin e tij prej prisi politik të Kosovës, duke luftuar për lirinë e të tjerëve, i apati cenuar lirinë vetvetes. Në dekadën para lirimit të Kosovës, 1989-1990, ai çonte një jetë të mbyllur, private, kabinetike në shtëpinë e tij, vetëm me familjen e ngushtë dhe me njerëz më të afërt. Nuk mbahet në mend që Rrugova të ketë komentuar as me një shkronjë kritikat e ardhura nga të tjerët, si nga profesor Recep Qosja, Adem Demaçi, Bujar Bukoshi, Mehmet Kraja, Ismail Kadare e të tjera. Te den burra sa thymje që kanë bërë publike, ai kur s'ka raku. Asnjëri prej nesh nuk mund të ecte më shumë se 6 muaj, një vit, në hapësirën që eci Rrugova. Hapësirë e cila, Adnan, në një kohë kur lëvizja e shqiptarëve në Kosovë, ose e drejta e shqiptarëve në Kosovë, absolutisht kishte hapësirë shumë të ngushtë. Koni dishëm me Amerikan me krejt politika ti e ka pru që shtu jojvis lufta. Atë luftës kena bëllë, kem familjare, kem tafërt e kem plot, po politika ti e ka pru dhe këtë. Unë kam gjithmonë në kokë një fjali kur thëtë s'mund të mirë me letërsi për derisa popullen vdesë rrugëve. Ai e mund një veti ato për moj lidhën demokratike në atë kotë, që janë bukur fështirë. Ai ka qenë me mençurit lindën, plus që ka plotësu dijen me libra. Vjetari Rrugova fliste për dardha turshi, darkën e lamës, karrocën e lire, akulloret me tomël, mollit e ujit, qenin e sharit, e shumë margaritar tjerë me të cilët shpesh kritika ironizante, duke i thënë se po merret me gjëra utopike dhe të rendit të dytë. Fliste për një Kosovë të pavarur në një kohë kur të gjithë dhe kjo mund t'ju dukej jo vetëm e pamundur, po qesharake, pranë kufitet e groteskës. Ai e flijoi për shkaqe vetveten shkencën, diturinë e tij se ishte ndër studiuesit më të shquar në Institutin Albanologjik. Në projektin dhe filozofinë e tij politike, kryetari fuste jo shpesh risi, por megjithatë shquhej me ndryshime të ngadalshme në retorikën e tij komunikuese. Kosova e pavarur dhe neutrale ishte motoja e tij. Siç e dini, projekti ynë politik është një Kosovë e pavarur, neutrale, e hapur ndaj Serbisë dhe ndaj Shqipërisë, dhe po ashtu ne kemi kërkuar si preventiv që një prezencë më të madhe ndërkombëtare dhe një mbrojtje ndërkombëtare për Kosovën dhe një protektorat apo administratë civile si fazë tranzitore apo kalimtare për Kosovën, ku do të normalizohej jeta, ku do të funksiononin institucionet edhe pastaj të bisedojmë për statusin dhe për ardhmërinë e Kosovës dhe shpresojmë se një ditë serbët do të ndryshojnë pikpamjet e tyre. Jo dini se Rrugova vazhdimisht ka thonë, kërkesa për pavarësinë e Kosovës është kërkesa jonë optimale, nuk është maksimale. Maksimale kupton bashkimin me Shqipërinë. E optimale ka qenë kjo kërkesë për shkak se ta ka pranuar edhe Evropa, edhe Amerika sen, për mos me ju e dini ato marrëveshjet e Maastrichtit për mos ndryshimin e kufive të brendshëm të Jugosllavisë, mos ndryshimi i kufive të jashtëm, sepse Ballkani o Ballkan, po të luhet në mes, atë dolën të lash. E lemo kufin i përcaktuar me ato kushtetutat e Titës. Ne kemi patur gjithmonë edhe sugjerime
nga përfaqësues të diplomacisë amerikane që Ibrahim Rugovën ta vlerësojmë dhe ta mbajmë si një aset të politikës shqiptare në Kosovë dhe që duhet bashkëpunuar me të në emër të objektivave të përbashkëta. Presidenti ynë, Dr. Ibrahim Rugova, jo vetëm shkrojti histori, por ai u bë dhe mbeti histori, jo vetëm për ne, por për botën mbarë, se dëshmoj se fuqia e një popullit, i cili ka vlera dhe virtyte, i cili ka lashësi dhe autoktoni, është i pathyeshëm. Thonte, ne nuk na takon të flasim keq për Amerikën dhe Evropën. Amerikanit për Amerikën ose Evropianit për Evropën i takon të flasë, çka të dojë dhe të kritikoj, por neve nuk na takon në asnjë mënyrë i kemi miq dhe kemi nevojë për ta. Ai thonte, demokracia do stupcin të dera, duke e menduar stupcin si rule of law, sundim të ligjit. Rugova, historinë e shqiptarëve dhe mentalitetin e tyre e ka pas dhe e ka pa me sy shumë real. Thonte, derisa historikisht slavët çdo mahall të tyre e bën shtet, shqiptarët pretendonin një shtet të madh që nuk e arritën ta bëjnë kurrë. Rugova i ka e servu Kosovës miq shumë të lartë. Ibrahim Rugova tek unë përfaqësonte dramën e popullit tim. Një pushtet moral edhe politik të cilët me karizmën e tij kanë qenë pa kontestuar. Rugova ishte një njeri fatlum në raport me historinë. Në takimet me të huajt fliste për plantacionet e rrushit në Rahovec, mineralet e shumta të Kosovës dhe kapacitetet burimore energjetike të Thëngjillit. Shpesh thoshte se Kosova mund të prodhojë energji elektrike për gjysmën e Evropës. It was very interesting to see Rugova talking to Mitterrand, to Chirac. Ai ka ditur t'i runë njerëz. E du se më ka vra vlla me bota ti dorë. Në të dytën një kanë zgjedhjet e para. Rugova dillën janë bë zgjedhjet, të martën vllahun 3-15 natës, o vrau. Ka qenë djathtist i përvetuar, e ka dashur jetën dhe luksin racional. Rugova ka qenë njeri i natës, duke ndajur zgjuar deri vonë natën, sidomos vikendeve, veshky, sidomos i shkrimtarëve. Kur flisnim apo e përmendim bukën e kalamajt të Mistrit, thonte, mos ndellni fukarallak. Brenda 24 ore ka pirë mbi 20 kafe turke pa kajmak dhe mbi 3 pakot cigare. Ka preferuar edhe alkoholin, më saktë verën e kuqe, por në mas të kontrolluar. Rugova kur nuk ka folur për temat seksit. Në rastet të tilla ulte kokën duke dashur t'i bënte të tjerë të shpreheshin lirshëm. Nisër nga fakti se proceset demokratike dhe pluraliteti politik i filluar në Kosovë në fund të vitit 1989 dhe fillim të vitit 1990 dhe i pasuar më vonë në Shqipëri, dietari Rugova mbajti komunikim dhe koordinim me liderët e demokracisë atje, si Dr. Sali Berisha, Azem Hajdari, Besnik Mustafaj, Gramos Pashko, Aleksandr Meksi e të tjerë. Marrëdhënia me Shqipërinë dhe Dr. Sali Berishën bazoheshin në komplementaritetin e tyre dhe veprimin si të ishin vëllezër siames. Të dytë ishin doktor, por njëri i letërsisë, tjetri i mjekësisë. Rugova preferonte Bregdetin, Berisha malin. Ata respektoheshin dhe kishin një këmi unike. Të nderuar të pranishëm, i nderuar dhe i respektuar lider i demokracisë, ish president, ish kryeministër dhe kryetar i Partisë Demokratike të Shqipërisë, Dr. Sali Berisha.
Mirë se erdhët në promovimin e organizuar nga organizata Albanian Policy Center të librave të autorit Adnan Merovci, i cili përmes këtyre veprave të shkruara na rikthen në një periudhë shumë të rëndësishme për popullin ton në Kosovë dhe në Shqipëri në vitet 1990-1999. Një periudhë kjo e shënuar nga leadershipi dhe vizioni i dy figurave historike, presidentit të Kosovës, Dr. Ibrahim Rugova, dhe liderit të demokracisë në Shqipëri, Dr. Sali Berisha. I nderuar Dr. Sali Berisha, për ne që vim nga Kosova, prania juaj sot është një emocion i veçantë, sepse me ju dhe nga ju, ne mbushim mungesën fizike të vëllaut tuaj, presidentit historik të Kosovës, Dr. Ibrahim Rugova. Ju e keni të dëshmuar gjithmonë dashurinë e juaj për Kosovën dhe kauzën tonë kombëtare, ashtu siç e dëshmon edhe vetë rrëfimi se në rrethin dhe familjen e juaj nuk qanit për raste vdekjeje, për përloteshit kur përmendej Kosova. Tani fjala i takon atij që na ka bashkuar sot në këtë ngjarje, autorit të librave dhe bashkëpunëtorit më të afërt të presidentit Rugova, zoti Adnan Merovci. Këta dy njerëz këtu që po i shifni përballë, ishin si dy vëllezër siamez, nëse njëri t'i dhimte koka, tjetri e ndjente. Sot, njëri është në këtë jetë, tjetri është në amshim. Nuk thuhet se ai që është në amshim mund të ketë kokëdhëmbje. Por nëse ky që është në jetë ka kokëdhëmbje, le ta di se mbar shqiptarët e Kosovës e ndjejnë këtë kokëdhëmbje dhe e ndajnë në solidarisht. Në momentet më të vështira, le të themi, kur luftohej për jetë ose vdekje, ishte ai rasti aty kur gazetarja e njohur Der Spiegel, Renata Flota, u tha Adnan was there. Ai ka qenë momenti më i vështirë që thash, përparësia e fëmijëve të Rugovës në krahasim me Rugovën është vetëm se Rugova nuk i ka pa vrasjen e prindve dhe gjyshit ti, kurse fëmijët e tij e kanë atë përparësi dhe do ta shohin këtë vrasje. Por, falë Zotit në qiell, urtësisë të Rugovës, veç pak gjendshmërisë sime ai shpëtoi. Në atë rast dhe në ato ditë, Rugova e ka pas këtë shallë, që unë sot deroj. Dhe unë sot ka marrë me këtë shallë për ta nderuar shpirtin e Ibrahim Rugovës dhe për ta nderuar vllaun e tij, qëndrëstarin e demokracisë me përmasa botërore, Dr. Sali Berisha. Dhe në nderin më të madh Ibrahim Rugovës dhe shpirtit të tij ja bojmë nëse ky shall shkon në një vend të merituar dhe ky shall i takon Dr. Sali Berishës. Të nderuar të pranishëm, në përmbyllje, fjalën e ka lideri i demokracisë dhe qëndrestari politik me përmasa botërore, Dr. Sali Berisha. I dashur Adnan, të dashur miq të mi këtu, ndihem i emocionuar, por edhe pafundësisht mirënjohës ndaj njeriu që nuk ju nda. Presidentit Ibrahim Rugova në çdo moment të jetës së tij, ndaj njeriu që e ndoqi atë në çdo hap të jetës së tij,
Adnan Merovcit. Të dashur miq, Ibrahim Rugova është në vlerësimin tim një gjeni shqiptar në politikën europiane dhe në politikën botërore. Është një gjeni i papërsëritshëm, pasardhës i një familje adhetare, intelektual i klasit parë. Ai angazhohet në çështjen e kombit dhe vendit të tij. Në mënyrë geniale, ai zgjedh një rrugë krejtësisht të huaj për shqiptarët, të huaj për shumicën e kombeve të botës. Zgjedh rrugën paqësore për të mundur një pushtim. Kombet ndaj pushtimeve kanë patur ose në nështrim, ose përballje me armë. Ibrahim Rugova zgjodhi as të parën as të dytën, por zgjodhi qendresën paqësore me të cilën ai shtyu muret e kohës, me të cilën ai në mënyrë më mahnitse, ta quaj mrekullia Rugova, ai arriti që një projekt të cilin përveç atij, përveç shqiptarëve, nuk ma i mend një të dytë që ta përkrate, që ta mbështeste. Ti lam folkloret, pavarësinë e Kosovës nuk e mbështeste asnjëri. Përveç atij. Imagjinoni për një moment të luftoshi vetëm dhe të gjithë kundër, por përsëri ai në këmbë. Pse në këmbë? Sepse kishte bërë një zgjedhje geniale, kishte bërë zgjedhjen paqësore. Rugova nuk ishte vetëm i lider, vizionar, por Rugova ishte i vetmi politikan, që ishte sa që ishte lider, aq dhe misionar. Ibrahim Rugova, si asnjë politikan tjetër. Pavarësia e Kosovës, Kosova protektorat, Kosova në OKB-n, Kosova në NATO-n, Kosova e pavarur. Ky strateg, ky gjeni, kudo që shkoj me këtë projekt që s'ia pranonte kërkush. Por, përsëri ky ishte i parefuzueshëm. Po qëse një politikan merr përsipër të përballet me një misionar, e ka të humbur betejën. Rugova është politikan, por është misionar. Ndaj dhe kur nga Roma shkoj në kampet e shqiptarëve në Maqedoni, bota u mahnit. Mediat më të mëdha në botë me një habit madhe paraqiten entuziazmin e papërmbajtur, dashurinë wild në cilën e priten qytetarët e Kosovës presidentin e tyre që kthehet pasi ishte marrë peng nga Beogradi dhe kishte ndërhyr shejtëria e tij Papa Gjon Pali II, të cilit shqiptarët i detyrohen në shumë aspekte, por dhe në veçanti për mbështetjen e tij të jashtëzakonshme ndaj Ibrahim Rugovës dhe Kosovës. Pra, ky burr ja doli të ideoj ëndrrën e shqiptarëve të Kosovës për pavarësi. Ndaj dhe e falenderoj me shumë mirënjohje Adnanin për kolonën e librave, të cilat janë monumentet më madhështore, më të bukura, që i ke ngritur mikut tënd, i ke ngritur gjeniu të kombit shqiptar, presidentit Ibrahim Rugova. Faleminderit.
Ju falenderit. I nderuar doktor Sali Berisha, duke ju uruar sukseset, ju falenderojmë për pjesëmarrjen dhe mirupafshim në evente tjera. Paqëshëndet. Rugova pasion e ka pasur koleksionin e mineraleve të ndryshme të Kosovës. Ai i quante gur të Kosovës. Pa të bërë një dhomë galeri me gur, çdo herë pas çdo takimi në shtëpi në Velani, mysafirët i foste në këtë dhomë duke i shpërblyer me gur. Varej nga vetë mysafiri se cilën copë do t'ja dhuronte. Kuptohet, përparësi kishin mysafirët e huaj. Kove të fundit i pata sjell me thas gur opali në copë të mëdha dhe pastaj i coptonim me një çekan që ai e mbante posaçërisht për këtë arsye. Vdesja së qeshuri, kur e merrte atë çekan dhe i coptonte gur të mëdhenj, duke i mbledhur pastaj grimçat e vogla, të cilat prodhoheshin nga goditjet e tilla dhe i vendoste në dhomën e posaçme të gurve. E them drejtën atëherën kur kam qenë si fëmijë, para se sa me vdek Rugova, ka qenë një person në thashë edhe prej kohës luftës, i kom përcjell sa herë mesazhet e tij, fjala durem, unë lëm bresa shumë, sepse tash e kuptoj se durimi nuk ka qenë vetëm me duru si fjali, mirë po sjellja të cilën na e posedojmë çdo ditë, e shpreqa durimin që ai e ka poseduar atëherë dhe na ka dhënë mundësinë që na me pas atë guximin për me vepru tutje. Jo që nuk e ka dashur luftën, po e ka prit momentin. Janë personazhe që kanë lënë një gjurmë jo të vogël në histori dhe thash, janë personazhe që vlen përtej Shqipërisë, janë personazhe që vlen t'i analizosh si fenomene historike. Rugova ka dalluar dhe ka çmuar njerëzit me qytetërim dhe ata me ambicie aristokrate shqiptare. Dietari ka vlerësuar fisnikrinë e mirëfillt fshatare, kritikonte ndjenjen dhe logjikën e fukaras, siç shprehej shpesh. Kryetari nuk ka mohuar se është musliman, por çdo herë të huajve u thonte se shqiptarët janë musliman simbolik dhe më shumë janë besimtar se sa fetar dhe në rand të parë kanë aspektin kombëtar. Pliste për tolerancën fetare ndërshqiptare si margaritar historik ndër shekuj. Ai ka pasur marrëdhënie të shkëlqyera dhe të ngushta dhe komunikim permanent me Vatikanin dhe Atin e Shejt. Takimi me Rugovën ka qenë sigurisht një takim shumë i dëshiruar nga Papa, i cili ka mbështetur fuqimisht, do thosha, në rolin e tij, edhe si kryetar të Kosovës, po do thosha si njëri paqësor. Për te, krishterimi nuk ishte diçka e huaja, nuk ishte diçka e panjohur. Ai në rend të parë, si studius i mirëfillt, jo vetëm i Bogdanit, por edhe i tërë historisë dhe krishterimit tonë 2000 vjeçar, aty e gjeti brumin me vlera dhe virtyte njerëzore, pra edhe kombëtare, dhe çmoi lart kontributin që e ka dhënë Kisha Katolike gjatë shekujve për popullin iliro shqiptar apo arbror. Dy figurat të cilat i kishte gjithmonë në gojë dhe në zemër dhe të cilat edhe botërisht i ka çmuar dhe nderuar ishte Papa tashmë Shen Gjon Pali II. Në anën tjetër kishte Nënën Tereze, shpeshherë me thoshte mos thuj strategjia gandiane, por strategjia tereziane. Është një ditë e madhe për kryeqytetin dhe për gjithë Kosovën, sepse po e bekojmë figurën e themelit të një tempulli të shenjtë që i kushtohet nënës së dashur shqiptare kosovare dhe nënës së njerëzimit të lumturës Nëna Terezë. We have loved and we love still all the people of goodwill. Ishte përfaqësues i shqiptarëve, të cilët e kishin simbol të luftës për pambarësimin e Kosovës. Ai e bëri edhe flamurin e Dardanis. Ka qenë me mish e shpirt kundërshtar i regjimeve pushtuese serbe, i ka luftuar dhe kritikuar regjimet jo demokratike, por ka respektuar popujt e tyre. Doktor Rugova ka preferuar marrëdhënie të mira me grekët, duke potencuar çdo herë se Ballkani historikisht ka qenë shkom me 3 këmbë, Romak, Ilir, Helen, kurse për ish Jugosllavin thonte se duhej
të ekzistoj balanca serbo-kroato-shqiptare, për ndryshe nuk do të ketë qetësi. Rugova ka dënuar fashizmin, por nuk ka favorizuar sloganin të antifashiste në dobi të partizanëve komunist. Thonte, Gjermanët i kemi doj, dhe vazhdonte me sloganin e tyre Iliro Ariano. Ai ja ka lënë amanet Ismail Kadares që ta shkruaj një roman për Ilirët, duke u shprehur, i kam thënë Ismailit ta shkruaj një roman për Ilirët. Është shkrimtar i madh dhe e kish shkrije. E kam njohur presidenti Rugova kur ai nuk ishte president, ishte shkrimtar. Pastaj pas shumë vitesh, me gëzim të madh, fillova e dëgjova pa pritur lajmin e gëzueshëm që ai po drejton, është nga drejtuesit kryesor të lëvizjes për shtirimin e Kosovës, për pavarësinë e Kosovës, me fjalë për ringjalljen e kombit shqiptar në Kosovë. Ai ishte gjithmonë i njëjti njeri, i qetë, i emancipuar, gjakftot, i ndershëm, që të frymëzonte besim në ato që mbronte dhe ato që bënte. Dhe ne pra ishim nga miq shkrimtar, përfunduam në miqësi njerëzore të jashtëzakonshme. Të nxjerrësh një popull në liri është një nga aksionet më madhështore që mund të bëjë njeri, më fisnike, më të paharueshme në jetë. Ne kemi pasur marrëdhënie të vazhdueshme, të mira, po nganjëherë edhe të tensionuara. Veprimet e tij më dukeshin shumica e tyre shumë të mançura, shumë me vend, po disa herë, sikurse shumë njerëz të tjerë, kishin vërejtje natyrisht. Ndonjë vërejtje mund të ishte e drejtë, po një përgjithësi të drejtë kishte ai. Dhe koha tregoi që ai e çoi gjërë në fund misionin e tij të madh për shtirimin e Kosovës. Kam qenë në shtëpinë e tij, ai ka qenë ke unë, dhe ky ka qenë një prap një gëzim i shtuar në jetën time. Ai nuk e humbi asnjëherë orientimin europianist shqiptar. Ai tregoi se e përfaqësonte kombin shqiptar si njeri i civilizuar, i kulturuar, gjakftot, i pa molepsur nga sëmundjet ballkanike, nga nervozizmi, nga mosdashuria për fqinjet, nga histeria, si thua, që shpesh për fat keq janë faktor të jetës politike dhe shoqërore në Ballkan. Rugova ndihmoi, i dha zemër, lëvroi idenë e lirisë e cila mund të bëhet dhe do të bëhet dhe jeta përpara njerëzimit të gjatë ende, her pas here shembull edhe për popujt e tjerë. Kryetari shumë rrallë, po thuj asnjëherë nuk ka ngritur dy gështrinjët gjatë përshëndetjeve me qytetarë të rastit. Ai ka bërë ngritjen të ngadalt të krejt dorës në këtë formë. Me këtë, disi donte të ishte ndryshe nga të tjerët. Disi donte të atribohej veti e anti-revolucionarit. Ibrahim Rugova o konë një nacionalist dhe një balist i papërmisueshëm. Shiko, Rugova ka ardhë tamam në të mundësinë e vetë që ka pas mundësinë. S'ka mujtë marë ma për para, ka kënë ma i ri. S'ka mujtë ma mas, se s'ka mujtë me durua. Unë jem le më rritë me ta, a i ka qenë antikomunist, po në shpirt ka qenë një demokrat propër rëndimur. Kryetari ka qenë trim intelektual dhe me karakter ultra të fortë. A i s'ka ditë që është friga, te din ma mirë se unë e te, kemi qenë bashkë shpesh herë, kur i thëj shumë rrëth, po na vrasin morë me snajper, ka i bi shumë aty, po shkoj shumë në kvartë, jo mërë se kemë atë në fakë, po hajde etëm. Aja ka pas vizionin për pamasinë e Kosovës edhe integrimin e Kosovës strukturat e Evroatlantik. Qaj burë që jam burë, i thët veti, jam shqiptar, kur të përmet emnin e tina, nësë me përto mosior në komë. Djetari Rugova ka pasur një pamje të veçantë, ka qenë vital me trup proporcional, ka ecur shpejt me hapat mëdhej. Nga njëre kisha vështirë të arri duke ecur në hap të cilin unë nuk munda të arri. Për të kuptuar ma vonë se Rugova ishte çdo herë një hap para të tjerëve. Mendoj se edhe sot, edhe shumë kohë në të ardhmen, hapi i rrallë i Rugovës do të jetë larg hapave tanë të shpesht. Thënë ndryshe, ne duhet të mos jemi viktim dhe peng të mos arritjes së hapit të Rugovës. Le ta përcjellim atë. Motoja jon duhet të jetë në hap me djetarin Rugova. Një hap me Rugovën është një hap me amanetin e tij dhe me trashëgiminë e tij.
Tashmë edhe vetë pluraliteti që ka sot Kosova është pjesë e trashëgimisë të tij. Rugova e ka dash Kosovën pluraliste, e ka dash Kosovën me, domethënë, demokratike, e ka dash Kosovën të hapur. Ta mbajmë hapin dhe të hecim gjurmëve të presidentit tonë të ndjerë Dr. Ibrahim Rugovës, kjo është misioni, kjo është detyra dhe kjo është kënaqësia dhe lumturia jonë. Kur themi në hap me Rugovën, unë e kuptoj që vazhdojmë në një rrugë të filluar prej tij, të jetësuar prej tij dhe që duhet të vazhdojmë në atë frymë. Në hap me Rugovën është ajo e kalumja, e tanishmja, edhe shpresoj për të vërtetën edhe në të ardhmen e afërt. Do të uroja që standardin e hapit të Rugovës ta kishin shumë politikanë, qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë. Në hap me miq, në hap me shokët, në hap me situatën, në hap me rrethonat. Mos me dalë jashtë hapit, jashtë rrethonave, se jashtë rrethonave, jashtë hapit, gjithçka del ma dop, ma keq. Kryetari ka bartur flok të gjata, por jo edhe fort të paluara. Kur i thonja ndonjëherë se duhet t'i kreh pak, thonte le Adnan, le se shqiptarë duhet ta kenë kryetarin e Gaxharelt. Rugova ka qenë njeri shumë i mençur dhe i thellë. I ka kuptuar situatat dhe i ka njohur njerëzit. Ai nuk është marrë me menaxhime të përditshme. I ka lënë gjëra të rrjedhin vetë. Shpesh ka pasur të drejtë, por ndonjëherë edhe ju ka hakmer ky stil. Kryetari ka qenë si katalizator i vlerave individuale dhe ka ditur mirë t'i afirmoj këto vlera kolektivisht. Rugova ka pasur një autoritet impozant, të gjithë janë nënshtruar këtij autoriteti. Intelektualët e mëdhej nuk janë me diktatura, nuk janë me dhuna, nuk janë me stalinizëm, enverizëm. Duke menduar edhe një herë për të mirën e popullit të vet, domethënë e zgjati këtë rrugë paqësore dhe e çoi deri në fund. Ne për vete si vllazëm e kemi përkrahur me mbështetje pa rezervë se rreth vete ka pas elitën kombëtare intelektuale. Sot pse s'po i thirrin që të udhëheqë si që kanë thirrë Ibrahimin, sa shtete para lufte kur o kon më vështira punë. Rugova pati dy merita të ndaj që s'do t'i harrohen kurrë. E para pati meritën që e qetësoi popullatën Shqipëri dhe shmangu konfliktin e menjëhershëm. Konflikti i menjëhershëm i shqiptarëve me Jugosllavinë në vitin 1989-90 do kishte qenë fatal për shqiptarët, sepse komuniteti ndërkombëtar nuk do ishte i ndërgjegjësuar, shqiptarët nuk do kishin aleat të shumë dhe do kishin të pamundur të fitonin një betejë. Dhe e dyta që nuk duhet ta harroj dhe insistoj edhe një herë, ishte besimi që ai pati tek ëndra. Ka shumë pak njerëz që e besojnë në ëndrën, sepse ka njerëz që në panikë sipër alarmohen dhe mendojnë që gjërat po shkojnë keq. Ai nuk u alarmua kurrë me sa pa shumë dhe gjithmonë besonte tek ajo që kishte. Njerëzit që besojnë tek ëndra nuk janë thjesht lider politik, janë misionar. Dhe mendoj që Rugovës më shumë i shkonte fjala misionar se sa një lider politik. Misionarët janë ata që udhiqen nga një ëndër dhe jo nga realiteti i ditës dhe nga administrimi i realitetit. Presidenti Rugova ka qenë vizionar shumë i madh. Edhe sot jam krenar kur përmendet emri i Rugovës. Krejt kërkesat dhe parashikimet e kryetarit në dekadën e fundit të shekullit 20 sot janë realitet. Rugova ka kërkuar dhe ka punuar për pavarësi dhe demokraci të Kosovës. Me një ndërmjetësim ndërkombëtar si fazë kalimtare, protektorat përkohshëm ka kërkuar NATO dhe administratën ndërkombëtare. Rugova ka parapar ndërtimin e rrugës Durrës-Merdar si komunikim ndërmjet shqiptarëve, të munguar me shekuj. Ai për herë të parë këtë rrugë e përmendi në vitin 1993 dhe e quante rruga Prishtinë-Prizren-Lezhë. Krejt kërkesat dhe parashikimet e tij po i shijojmë ne sot. Parashikime dhe kërkesa këto që për shumë kënd ishin utopike në kohën kur ai për herë të parë i thonte dhe me një ritëm të urtë dhe kuptueshëm i përsëriste në publik. Atë që kërkoj unë të kem një autostradë Prishtinë-Prizren-Lezhë që do të ishte mjaft e rëndësishme për qarkullim, pastaj kjo tjetra që ndërtohet Durrës, Tiranë-Elbasan, Shkup e tjera që do të vazhdoj, pra edhe integrimet konkrete që do t'i lehtësojnë njerëzve komunikimin dhe qarkullimin. Fillon të realizohet ëndra jonë, pra ëndra shqiptarëve, që
të lidhemi dhe të kemë korridor e rrugë të mira që do t'jenë për zhvillimin tonë, për integrimin tonë, edhe për integrimet evropiane, edhe euroatlantike, edhe miqësi me Amerikën për gjithmonë. Kur shoh malet e çara, djem më krenar në jetën time. Ai nuk e di për cilën arsye, por takimet me përfaqësuesit e të majtës në Shqipëri, kryesisht me Partisë Socialiste, i kishte pakta. Ai ka pas vizion që Kosovën ta bën shtet. Politikën e tij e kam vlerësu në politikë pasore, politikë drejt. Mund të them se ati nuk i ka shpëtuar as detaj më i vogël pa vërtetur, por nuk është marrë me imësi. Rugova ka qenë njeri me orë, ka pas orën e randë, si që thot populli. Pa marrë parasysh, a e ke takuar njëherë apo të 10 herë, a i të ka mbajt në mend dhe të ka bërë të ndihesh i afërt. Këtë dhunti njeriu nuk mund të improvizoj. E ka ose se ka, a i e kishte. Çdo herë njerëzit u drejtohej në emër, veti kjo që i bënte njerëzit të ndiheshin të afërt dhe të cilët i përvetësonte aty për aty. Ai s'ka ditë brenda kujt dres mi gojë mi thon kur. Unë nuk do të harroja kurrë rolin njerëzor që ai ka pasur, sepse ai si njeri, mund të zgjidhte e si politikan, mund të zgjidhte edhe një rrugë tjetër. O janë për shtëpisë mirë, për gjyshit mirë, për basë mirë. Ai ka qenë një njeri me një autoritet dhe me një fuqi jashtëzakonisht të madhe që i ka bërë për vete edhe miq të mëdhej, se sa di kem për krah neve. Në bisedë ka qenë shumë popullor dhe i qartë, gjërat i shpjegonte kuptueshëm. Ka ditur të bëj edhe dallimet ideologjike, partijake dhe politike që i kanë pasur njerëzit e caktuar dhe pas bisedës që kishte me ta ndryshonte çdo gjë. Pas takimeve të tilla, disa njerëz thonin se kanë pasur krejt bindje tjetër për Rugovën. Zoti një i pari, Brahimi me interesim, me Amerikën në kanë prunë qëtu. Kanë liftu njerëzit tonë, djemë tonë, kush jonë ata? Aty ka kënë djali hyte, ka kënë djali jeme, ka kënë i këtije, ati tjetrit e tjetrit. Tonë ata, qëta që kanë liftua, në kofshin kënu që ke ushtar, jënë kënë tonë djemë tonë. Kanë liftu për dhe në tanë tonin. Kryefort ka qenë, kur ka ngu lejs, ke mujtë aty mu morë vështë në hajtë edhe pjabojme dhe jërësisht. Kryetari ka qenë njëri modern dhe shumë trendi, ka përcjellë rrjedhat botërore të artit, kulturës, muzikës, kuptohet edhe politikës. Shumica Ibrahim Rugovën e quajnë udhëheqës, kryetar, pres, lider, arkitekt, atë themeltar të pavarësisë e tjera. Mendoj se Rugova ka qenë edhe diçka tjetër. Ai ka të i kaluar për masat e atributeve të tilla. Rugova ka qenë një ideolog, filozof, dietar, udhëhec shpirtëror, njeri profetik, njeri i mbërrim, si çdo populli. Kjo e ka dalluar shumë nga paraardhësit dhe do ta dalloj për një kohë shumë të gjatë edhe nga pasardhësit e tij politik. Ai e ka dashur këtë qasjen edhe në aspektin çlirimtar. Periuda 91, 94 është periuda kur arrit niveli më i lartë i bashkërenditjes, veprimeve të subjekteve politike në gjitha pjesë ku jetojnë shqiptarë, ku kanë jetuar e jetojnë shqiptarë në Ish-Jugosllavi. Tek lëndidhi për nona Ibrahim Rugovë nuk bon më nona, shumë i mesim matrim sezona. Në historinë tonë, ne i mësuar të shikojmë dhe të quajmë heronj, ata që marrin plumin ballë dhe që më pas u këndohen këngë. Rugova shquhet me një fakt. Ishte i vetmi kryetar legjitim i zgjedhur me vota drejt për drejta në 10 vjetëshin para luftës, që nuk kishte ushtri, polici, gardë, televizion, radio, shërbimet mirëfillta, liri, lëvizje e tjera, por ishte lideri më i popularizuar dhe më i qëndrueshëm që mban në mend historia shqiptare. Shpesh thonte, unë kam Zotin dhe popullin që më përkrah dhe më beson. E kam edhe Adnanin që kujdeset ka pak për mua. Me kalimin e kohës, ne do ta kuptojmë Ibrahim Rugovën, ose do të kuptojmë si nuk e kemi kuptuar më parë, siç do të thonte shkrimtari i madh Drit Roagulli.
po e citoj, mendoj se nuk e kemi kuptuar aq mirë Rugovën. Unë e kam kritikuar për arën paqësore të drejtimit të tij, kam bërë edhe ironi me shallin e tij. Dhe tani ndjej një farë pendese që në atë kohë nuk e kam kuptuar aq shumë. Por tani unë kam kuptuar që nuk e kam pasur të drejtën. Janë evidente analogjit në mes të Hasan Prishtinës dhe Ibrahim Rugovës. Analogji mund të shihen edhe në mes të Pjetër Bogdanit dhe Ibrahim Rugovës. Babgjyshi im me mini më pati thënë, Adnan, emri dhe tesha nuk e nres njerin, emrin dhe teshën e nres vetë njeriu. Kjo thënie babgjyshit tim më ka përcjell gjatë dhe në lidhje me shallin e kryetarit. Kryetari ishte ai që e ndreste shallin e tij, e anasjelltas, dhe u bë i famshëm në qarqet e ndryshme dhe quhej presidenti me shall. Vetëm në mujin ngusht gjatë vitit nuk e barte shallin. Jam përfolur shumë tregime gojdhana dhe thashethame rreth shallit të kryetarit. Po i përmendi disa, kryetari ka një shenjë në qafë dhe shallin e mban për ta mbuluar atë. Është çdo riftohur dhe ka problem kronik me fytin. Shalli rreth qafe simbolizon okupimin e Kosovës dhe do ta heq kur të çlirohet Kosova e tjera thënie. Përshkrimi dhe zbërthimi më i drejtë për shallin e Rugovës mbështetet në 3 arsye. E para është se kryetari ka qenë tip që është ftohur shpesh dhe është ruajtur nga të ftoftit. E dyta, shalli ka simbolizuar traditën rugoviane të mbajtjes së shalleve rreth kokës që është specifik në regionin e Rugovës. Ky shall në regionin e Rugovës është përdorur për jetë dhe vdekje. E treta, shalli ka qenë kombinim me modernën, duke studiuar në një vend ku shalli ka qenë simbol i modës, Parisi, ky ndikim ka qenë i pashmangshëm. Thënë në mënyrë të përmbledhëse, kryetari e ka bartur shallin nga një arsye dhe 2 motive. Pak nga të ftoftit, pak nga Rugova e pak nga Parisi. Sot unë e kam këtë shall të vendosur si shej kujtimi dhe përkujtimi për dietarin Ibrahim Rugova. Sot, shpesh dëgjohen nga njerëz të ndryshëm fjalët si rugovizëm e tjera. Më duket e shpejtuar bindja se ata e kanë kuptuar domethënien e kësaj filozofie që quhet rugovizëm. Vlerësoj se zbërthimi i plot i thënieve të Rugovës definon deri diku rugovizmin. Rugova ka qenë tradicionalist, ka përdorur fjalët e vjetra të popullit. Çdo herë thonte, ashtu siç thonin plecët tanë. Ja disa thënie të Rugovës që i dëgjova me vesh nga goja e tij. Unë jam optimist racional. E arritur e madhe është liria shpirtërore, të cilën kemi jetësuar ne shqiptarët në këtë kohë. Shtëpia nuk mbahet pa miq. Në Ballkan të gjithë popujt janë të vegjël. Shqiptarët duhet ta bëjnë pajtimin e brendshëm. Edhe lisa duhet t'i bëjmë për vete. Nuk duhet të bëhemi buk për myst. Edhe me u bë gjaku deri në gjuhë, nuk duhet me e hup kryet mendjen, thonte.
Ne jemi këtu dhe po punojmë shpesh herë, thonte. Demokracia do stupcin të dera aty. Jetën, punën dhe veprën ja besoj Zotit dhe popullit. Unë nuk punoj për histori, thonte. Kur ke gabuar në monizëm, të kanë vrarë tjerët. Kur të gabësh në demokraci, vetëvritësh. Mos i queni diaspor mërgjimtarët tonë, sepse fjala diaspor dhe me thonë fare humbur. Shqiptarët janë të vyeshëm punëtor, jashtë Kosove ata kanë arritur të krijojnë përvoja dhe kapital nga puna dhe bizneset që bëjnë. Në Amerikë janë faktorizuar mjaft edhe në politikë dhe se kanë arritur një konsenzus rreth çështjes madhore, kombëtare. Në vazhdim, thonte, dal nga dal bota po e kupton se ne po bojmë një rezistencë gandiane. Mendoj se problemet duhet të zgjidhen politikisht. Me këtë ne po e dëshmojmë urtësinë, durimin dhe mençurinë. Kështu e do edhe momenti. Populli e ka kuptuar se gjërat nuk arrihen me konfrontime, të cilat me padurim po i presin strukturat serbe të instaluara sot edhe në Kosovë. Kjo është rrugë e gjatë, por është e sigurt. Organizimi është forca jonë, shpirti ynë, mundësia jonë. Intelektualët kanë dy rrugë, thonte Rugova, të mbeten te librat apo të rëmbehen nga veprimi. Ne në Kosovë nuk kemi pasur shumë dallime ideologjike, megjithatë pajtimi kombëtar përfshin çështjen politike dhe kombëtare. Tani ne jemi diku duke bërë pajtimin kombëtar çdo ditë, gjë e cila po i pengon armiqtan, të cilët nuk po e zgjedhin mjetin për të na penguar. Për bashkim kombëtar, thonte, është në të drejtën natyrore të shqiptarëve që të jetojnë në një shtet, për një bashkësi politike. Por, për këtë çështje duhet të tregohemi syqel dhe të mençur. Çdo gjë me dhunë ka vështirësitë e veta dhe është e papranueshme. Çështja e bashkimit duhet të jetë çështje shkencore dhe studimi. Ne duhet shqiptarisht të integrohemi në Europë. Ideja për bashkim ka burue nga mbar kombi. Akademit dhe institucionet e larta universitare nuk janë marrë shtruar gjithashtu me këtë çështje. Veç muj me thonë se Rugova ka lujt rolin ma pozitiv që ka mujt dikush me lujt, sepse ka shty konflikti. Klintoni kur u shkua atëherë në atë kohë ai atje, ja ka dhënë besën për sa që jam unë gjallë, e qitosh Amerika, i mos kini gajli. Për partitë politike dhe krerët e tyre thonte, partitë politike jo domosdoshmërisht në krye i kanë njerëzit më të mençur. Politikanët e ri punojnë në bazë të programeve të tyre, planeve dhe aksioneve e jo me mbledhje e konkluza. Vetëm zgjedhjet përcaktojnë fituesin, duhet të lirohemi nga partitë e mëdha dhe reprezentative. Edhe Lidhja Demokratike e Kosovës, për shembull, thonte, nëse nuk punon si duhet, mund të hiqet nga skena dhe në vend të saj të vi parti tjetër më e organizuar. Çfarë lartëpartësie. Por politikën paqësore, thonte, sot politika është punë, është veprim, është aksion. Unë isha shkrimtar, letrar, kritik dhe bëja pjesë në grupin e njerëzve që krijojnë. Tani jam në politikë dhe nga krijimi kam kaluar në veprim. Rezistenca jonë nuk është pasivitet, nuk është ndaj. Ne bëjmë rezistencë politike, dikush këtë e quajnë rezistencë aktive, dikush pasive, dikush gandiane. Kjo është një rezistencë racionale që ka dhënë rezultate. Vetëm opcioni i luftës, shkatrimit dhe vetflimit mund të jetë me pasoja për njërin apo për të dyja polët. Ne kemi opcionin e paqes, të lirisë dhe demokracisë. Opcione këto të promovuara dhe të pranuara ndërkombëtarisht. Kjo deri më tani na ka mbajtur dhe na ka afirmuar. Jemi e vetmja parti në region që jemi pranuar si organizatë demokratike. I gjithë aktiviteti ynë është i kushzuar nga kushtet dhe rrethanat në të cilat punojmë dhe veprojmë, thonte për Lidhjen Demokratike. Rugova gjithmonë ka thonë, mbroje pragun e shtëpisë tonë. E ka pa bo vjetën me dasht ato, ka dasht këtë bote, e ka dasht Kosova more, ka dasht. Ne kem dash me shpirt, më rëbur njeri që e ka shpëtu një popull. Për të kaluarën, thonte, për të kaluarën duhet të referohemi në kuadër të një procesi. Disa gjëra duhet tani ti definojmë ashtu që mos të merremi më vonë me to. Për çdo vlerësim, për të kaluarën duhet të jemi të matur, që të pranohet dhe ruhet ajo që është vlerë. Nuk duhet vlerësuar pa argumente, pa dokumenta.
duhet një vlerësim ndaj së kaluarës dhe proceseve politike. Jemi në situatë kur duhet të pranojmë çdo kontribut që na çon përpara. Shpesh fajsohet edhe historia për mungesë të strategjisë. Fatkeqësia është se kur nuk kemi pasur histori të mirë të mësimeve, por vetëm përshkruese. Nuk kemi dokumenta as nga historia më e re, le të krijojmë një vetdije të re që do të na kthej ka e mbara, e mos të kthehemi e të mirëmi me akuza. Shikues të nderuar, kjo e fundit plotësohet edhe me thënien e tij kur e pyetja rreth xhirimit të një ngjarje ku ishte prezent ai dhe kolegët e tij në Institutin Albanologjik të Kosovës me 28 dhjetor 1990 në një koktej për vitin e ri 1991, ku më tha: "Ti kishim pas do letra në histori, më mirë kishim pas punë." Kjo më shtyri dhe më inspiroi që unë të marrë vendimin e autorit dhe si i tillë në emisionin Fakte këto xhirime të evidentoj me ngjarjet e asaj kohe. Dhe sot, pas 36 viteve, këto materiale të i afroj publikut. Vazhdimisht kërkonte ruajtjen e pragut të shtëpisë. Ai me pragun e shtëpisë e ka kërkuar ruajtjen e kufirit të Kosovës. Zoti një ati ku është në falë, Bahim Rugova 2, Amerika 3, djelton, se shka ditë, djelton nuk din ka dalë plumi, ka pushë me shkoa, pe Zotit ati ku është në falë, pe Bahim Rugos, edhe pe mikut matë madhe që eksistën maja kësaj toke, Amerika, jem qëtu. Mas pari popullin e vetë se përqanë, se ka përqa kërë konë, ka afru njerëz, s'ka largu, ka afru tri, pleq. Fukare, pasanika si ka dallu. Me një farë mënyre është një farë simbole se njerëz të veçantë janë vetëm babaj, shembol si simbolik. Babe, njëtën ko e kom dje dhe se mbrojtja prej luftës ka me qenë edhe prej ndjerit Rugova. Ashtot unë kujtojt si në kohë në periudhë të luftës. Doktor Rugova ishte një njeri me moral dhe forcë shëndetësore, që nuk e kisha takuar më parë. As njerë nuk është tankuar se i dhem kund. Ka qenë më i qëndrueshme shëndetësisht nga njerëzit që i kishte afër. Unë kështu e njofta zotin Rugova dhe nuk dua ta njoh ndryshe. Vetëm kjo është e vërteta, e cila ekziston dhe nuk ka nevojë të sajohet. Populli thot, flamat vijnë e shkojnë. Nga Zoti, askush më tepër nuk e zinte në gojë Zotin se vetë Rugova. Tani pyes veten, pse brengosemi atë shumë për shëndetin e Zotit Rugova, kur ai është vetë shëndeti. Fjala e Rugovës, drejtuar publikut për keqësimin e shëndetit të tij, është ndër aktet më heroike morale dhe njerëzore të një burshtetasi. Kjo i tejkalon suazat personale. Ky veprim është njohje e Zotit dhe respekt për qytetarët e Kosovës.
Me këtë gjest, zoti Rugova ka treguar trimërinë dhe urtësinë e një eruditi. Unë i përullim këtij gjesti hyjnor të dietarit Rugova. Qytetarë të nderuar të Kosovës, zonja dhe zotrin. Të shtunë në ktheva nga Gjermania, ku isha në spitalin ushtarak amerikan për testime dhe për shërim. Mjekët kanë gjetur se vuajnë nga kanceri lokalizuar në mushkëri, andaj me kanë caktuar një terapi intenzive shëruese. Në këtë rast, me mënyrë të veçantë, falenderoj nga zemra qeverinë amerikane, që këto ditë u kujdes dhe u kujdeset për gjendjen time shëndetësore. Qytetarët e dashur të vendit tim, jam i bindur se mendimin e Zotit do të ka përcej dhe këtë betejë dhe do të vazhdojnë të punojnë së bashku më fuqishëm për njojnë e pavarësisë së vendit tonë Kosovës, sa më parë nga miqtë tonë Amerikan e Europian. Pres për krajën tuaj si gjithmonë, Zoti ju bekoft, Zoti bekoft miqtë e Kosovës, Zoti bekoft Kosovën. Faleminderit. Kryetari ndroi jetë më 21 janar 2006, ceremonia martore ishte më së paki një varrim. Ishte kjo një ngjarje rrallë në Evropë. Shumë burgshtetas nga mbar bota do t'ja kishin zili Rugovës për një ceremoni të tillë. Secili do ta dëshironte që një ngjarje e parafort me këtë t'i përcillte edhe ata në amshim. Ever since that ancient time, when peace only reigned, we have loved and we love still all the people of goodwill. Kushtimin Kosovë, jam bashku qytete katune dhe vjeshtën me malso. Mi luftoj për veje Gjako, mi luftoj për veje Gjako. In my lovely motherland, We sang songs of life and joy. happiness had no end for no girl and for no boy. Prania në një numri marramendës të burgshtetasëve të huajt në varrimin e tij ka dy shpjegime. E para, me prezencën e tyre ata shprehin respektin dhe ndjenjen falënderuese për Rugovën, dhe e dyta, me prezencën e tyre donin që të shfaqsohen nga vonesa e pranimit formal të pavarësisë të Kosovës, për të cilën Rugova cilësoi si më i merituari. Nëse u vonuan politikisht, ata donin të zinin atë çka kishte mbetur për të zënë, e ajo ishte pastrimi i ndërgjegjes për një obligim që kishin ndaj Rugovës. Ajo ishte njohja formale e pavarësisë të Kosovës, të cilën ai nuk e përjetoi përsë gjalli. Kjo konfirmohet fort edhe me vizitat e mëdhenjshme të liderëve të mëdhenj të botës, si Bill Clinton, Tony Blair, Joe Biden, Madeleine Albright, Javier Solana e të tjerë, të cilët me vlerësimet e tyre për Rugovën u prezantonin shqiptarë se kush ishte lideri i tyre. Unë me këta veshtmi e kom tje Soljanën kur ka thonë 3 herë jam tesh me Brahim Rugovën. Edhe 3 herë kom marrë ka diçka peti. Unë e kam dashtë Rugovën si një burr që di shumë tepër se unë, që ka disa parime, që ka një karakter të fortë, ka një vendosmëri për t'ju shku qëllimeve të veta në fund, dhe që gjithë të cilësi i vënë shërbim të kombit. Ishte një Kosovë me minus 15-16 gradë, e gjitha e ngrirë në akull. Mbaj mend që njerëzit kishin dalë me orë të rrët mëngjesit, prisnin që arkivoli të nisej nga shtëpia për shkuar në qendrën në pallatin
e sportit. Aty për herë të parë kam parë edhe kundërshtarët politik të Rrugovës. Njerëz që ndoshta ishin përplasur, njerëz që ndoshta ishin luftuar, njerëz që ndoshta mund të kishin menduar në një moment edhe ta eliminonin fizikisht, të cilët po ashtu rrinin me një lloj serioziteti për të nderuar ndoshta jo personin që adhuronin, por kundërshtarin politik. Dhe kur të nderon dhe kundërshtari politik është një çështje dinjiteti. Bota ka kallëzu për varrim tina, çka kime vetë më shumë. Jam një dëshmitar okular që deklaratat e Zotit Rugova për të pushuar bombardimet NATO në Kosovë, gjoja si një kërkesë apo si kusht që kishte shtruar Miloševiqi, nuk qëndron. Ka qenë një njeri vizionar, një njeri i dishëm, i urtë, patriot. Sot, familja Rugova përfaqëson institucionin moralo-trashëgues të djetarit, në krye me zonën e parë historike Fan Rugova, vajza Teuta me Agronin, djali Mendimi me Blerinën, dhe fëmijët e tyre, Eva dhe Ariane, si dhe Uka me Blertën dhe fëmijët e tyre, Ana Sofi, Lizabeta dhe Leka, janë trashëgimtarët e presidentit Rugova. Rugovizmi sot është shkollë, familje, akademi, shtet, këmbë, humanitet, besim në Zot e tjera. Rugova kaloi kohën e tij dhe ai bëri dhe la atë që duhet të bënte. Nga njëherë them se më mirë që ndroi jetë dhe e mori Zoti, më herët. Kam frikë që nuk do të kishim ditur ta çmonim vlerën e tij dhe do të zbeheshim para historisë. Ta duash Rugovën nuk është çështja, ta njohësh atë është esenca. Unë nuk shoh pas Rugove udhëheq më të sukses. Me dalë një person, pa marrë parasysh i cilë se kategoria është, i cilit kom është. Sa dhe të ka idenë Ibrahim Rugovës, unë e kom e desh sikur që kom desh Ibrahimin. Po ato se ka kur kusht edhe 500 vjetë s'ka me lesh rogjitina. E vetëmja gjë që unë mendoj që fati u treguaj pa drejt me Rugovën, ishte që ai nuk arriti ta shihte pavarësinë e Kosovës. E kum dashur shumë. Edhe du shumë. Edhe sot për dek një du shumë. Unë më gënë shumë. A do me ngjall babën që të ka dek, që 30 vjetë, a do me ngjall Ibrahimin, pasha një Allah e ngjall Ibrahimin e la babën. He had the confidence of the people to perform such a role. His historical role was already performed. Reagimi që ka sot ndaj kujtimit të Rrugovës tregon se ai përket përjetësisë. Për 10 vjet një njeri që s'ka pas vera do ishte harruar. Ma sicuramente io ho molto ammirato il ruolo che Rugova ha svolto, anche certamente negli anni precedenti al conflitto, il suo impegno per l'indipendenza del Kosovo, ma anche l'impronta pacifica che egli ha dato a questa battaglia per l'indipendenza. Rugova è stato un fiero, coraggioso oppositore del regime di Milošević, un uomo che si è battuto per i diritti del suo popolo, ma lo ha fatto senza nessuna forma di odio antiserbo. È stato un uomo di pace. È stato un intellettuale e non è stato portatore di uno spirito fazioso, partigiano. Anche per questo, durante il conflitto, l'Italia, noi pensammo che Rugova potesse essere l'uomo di una possibile pacificazione alla fine della guerra e puntammo su di lui. Rruga që zgjodhi Rugova shkoi në mënyrë të pandalshme, duke zgjeruar këtë hapësirë në ato përmasa, të cilat quan Ibrahim Rugovën nga një barak e LDK-s në Prishtinë, në shtëpinë e bardhë, zyrë në valet presidentit Bill Clinton, në Parlamentin Evropian, Saharovi Europës,
dhe u bën një nga figurat më të respektuara të rajonit dhe me gjërë, pa ishte Gandhi Ballkanit. Unë u kujtoj se ku më koni gjallë dikun. Unë fotografinë e vllaut të Rugovës kur pikuletës si heki. Kjo është vllau. Ever since the ancient time, when peace only reigned, we have loved and we love still. E kisha dhënë jetën për Rugovën. Krejt, në fund, po ju shpalosin një ndjesi personale. Kur isha afër Ibrahim Rugovës, më dukej se po e preku qiellin me dorë. Sot, s'po nxjerrim jashtë lot për ty, dietari ynë. Ata po na rrjedhin për brenda. Pushon në paqen e amshueshme. Faleminderit që na përket, dietari ynë, qiellori Ibrahim Rugova. Kur Karakush drinin Kosovë, janë bashku qytete gatume dhe jeshket me malso. Fakte me Adnan Merovcin përkrahet nga Ujë Rugove, Vipa Chips dhe Medica.